Skuadra shqiptare North Sunshine Eagles vazhdon të kalojë një periudhë të vështirë në NPL1 pasi dje në stadiumin Larisa Rezerv pësoi një humbje tjetër të dhimbshme ndaj Lengwarren Soccer Club me rezultat minimal 1-0. Kjo ndeshje shënoi edhe gjysmën e sezonit për kuqezin, të cilët kishin një mundësi të artë për t'u larguar nga fundi i tabelës dhe për t'i rikthyer besimin të tifozët e tyre. 11 që e përzgjedhur nga trajneri Arben Isaj e nisi mirë takimin duke kontrolluar lojën edhe duke krijuar disa aksione para portës mysafire. Megjithatë, mungesa e konkretizimit edhe organizimi i mirë i mbrojtjes së kundërshtarit bën që rastet e krijuara të mos qëndroheshin në gol. Në anën tjetër të fushës, portieri i kuqezinëve ishte protagonist në 2 raste vendimtare, duke shpëtuar ekipin në situata sy më sy me sulmuesit mysafir. Kur gjithçka duket se do të mbyllej në barazim, drama ndodhi në minutën e fundit. Gjyqtari akordoi një penalti për mysafirët, vendim që rezultoi fatal për vendasit. Lengwarren Soccer Club realizoi nga pika e bardhë dhe mori 3 pika shumë të rëndësishme nga Larisa Rezerv, duke e lënë skuadrën shqiptare në vendin e parafundit të tabelit. Tashmë trajneri Arben Isaj dhe stafi i tij teknik duhet të gjejnë sa më shpejt formulën e fitoreve, pasi rreziku i rënies nga NPL1 po bëhet gjithnjë e më serioz. Pavarësisht zhgënjimit pas fërqëllimit së fundit, tifozët shqiptar u larguan nga stadiumi me shpresë dhe besim se shqiponjat do të arrijnë të sigurojnë bijetesën dhe këtë sezon. Edhe skuadra e Prishtinës sot humbi ndeshjen si mysafir ndaj Melbourne City, ashtu që të dyja skuadrat tona tani zën vendin e parafundit në tabelë respektivisht.